respektin edhe mirënjohjen të gjithë punojësve të strukturave të sektorit energjetik, të sektorit të rrugëve apo të aviacionit civil edhe të autoritetit portual, i përcjell edhe fjalën Ministrit Mbrojtjes. Faleminderit Kryeministër. Të nderuar kolegë, shkurtimisht një raport situate për sa i përket angazhimit të forcave dhe gjithë zinxhirit të emergjencave civile në terren. Rritja e gatishmërisë ka nisur që në datën 3 janar, që nga prognozat e para, ku dhe kërkua mobilizimin e prefekturave, bashkive dhe gjithë zinxhirit të mbrojtjes civile në territor. Forcat armatosura u angazhuan që ditën e hënë dhe në rotacione 24 orëshe kemi pasur angazhimin e 502 forcave në terren, gjenden edhe tani në terren, 80 mjete, fadroma, varka, 22 motopompa, sidomos në zonat e banuara për të ndihmuar përpjekjet e bashkive në evakuimin e ujrave, zjarr fikse dhe autoambulanca. Forcat e armatosura vijojnë aktualisht të jenë të angazhuara kryesisht në Shkodër, Lezhë, Kurbin, Durrës, Fier, Vlorë, Delvin dhe Gjirokastër për të mundësuar 3 aspekte. Sigurisht përparësia, siguria e jetës dhe nga ana tjetër ndihmesa për evakuimin e ujrave dhe rikthimin e qytetarëve në banesat e tyre. Elementi i dytë, mbështetje në mbrojtjen e infrastrukturave kulluese në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe me bashkitë, dhe elementi i tretë ka të bëjë me rehabilitimin e disa akseve. Forcat xheniere janë gjithashtu të angazhuara në këto momente nga Shkodra, Kurbini, Durrësi, Delvina dhe së shpejti edhe në Tepelen, për të mundësuar qoftë rehabilitim urash, siç e kemi bërë në 2 raste në këto 24 orë, qoftë rehabilitim aksesh rurale, pasi akset nacionale, siç e përmendi zëvendës kryeministri, janë absolutisht të kalueshme, por vështirësitë në akset rurale vijojnë edhe në këto momente. Nga ana tjetër, për sa i përket elemente mbështetës për banorët e evakuar, një pjesë e mirë prej tyre, aktualisht 460, gjenden të akomoduar në struktura shtetërore, ndërsa pjesa tjetër janë në struktura hoteliere, dhe përfitoj nga rasti të falenderoj strukturat hoteliere të Durrësit dhe të Vlorës që kanë treguar gatishmëri dhe mbështetje. Në ndërkohë, rezervat materiale të shtetit, duke parë parasysh nevojat e bashkive dhe kryesisht atyre të Durrësit, Krujës, Thumanës, pjesën e Thumanës në Krujë, Sikundër dhe në Vlorë dhe në Gjirokastër, kanë mundësuar dislokimin qoftë të pakove ushqimore, qoftë të materialeve për fjeti, krevat, element mbështetës të tillë. Sikundër në rakordim me Ministrinë e Bujqësisë dhe me shërbimet e veterinarisë që kanë mbështetur në evakuimin e krerëve nëpër ferma, kemi mundësuar transportin dhe shpërndarjen në orët në vijim të 400 ton koncentrat për baktit. Këto janë elementët e angazhimit në terren i cili vijon nga ana operacionale në këto momente. Parashikimet për orët në vijim janë që duhet të kemi jo vetëm angazhim në rikthimin në normalitet në banesa, por gjithashtu një angazhim logjistik masiv, qoftë nga bashkitë, qoftë nga emergjencat civile dhe forcat armatosura për evakuimin e dherave dhe inerteve përpara se ato të ngurtësohen, në mënyrë që të mos kemi vështirësi të akumuluara nga rikuperimi i situatës meteorologjike. Gjithashtu, element për të theksuar, parashikimet ligjore për procesin e kompensimeve janë në zbatim e sipër. Bashkitë kanë krijuar grupe evidencash, më shumë se 1300 akt konstatime dëmesh vetëm në Durrës, dhe do të vijojmë pastaj me organizimin e një pakete kompensimi, siç ka filluar puna në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, por besoj kolegët do të saktësojnë këto element në vijimsi. Përfitoj nga rasti të ritheksoj dhe unë elementët e rëndësishëm për zonat bregdetare, era e fortë që nënkupton kujdes të shtuar, me preferencë sigurisht emergjencat civile bëjnë thirrje që banorët mundësisht të qëndrojnë në banesat e tyre dhe të mos kenë përdorim të automjeteve në këto orë të vështira të erës së fortë gjatë pasdites së sotme. Ju faleminderit. Faleminderit, duke